Fytyra e politikës ruse. Pothuajse një qerek shekulli, Vladimir Putin ka qenë figura përcaktuese e politikës ruse. Në moshën 72 vjeçare, ai nuk jep asnjë shenjë publike se do të tërhiqet nga pushteti, dhe me ndryshimet kushtetuese, ai mund të mbetet në detyrë deri në vitet 2030, por faktorë të tjerë mund të sjellin ndryshime shumë më herët. Dukshëm i lodhur. Me Rusinë të zhytur në një luftë të gjatë shtëruese në Ukrainë, presionet e detyrës po shihen hapur tek dikush shtetari i pathyeshëm. Pyetja se kush mund ta pasojë atë një ditë është gjithnjë më e pashmangshme. Ai mendon vazhdimisht për pasuesin. Edhe vet Putini ka pranuar se mban një listë të pasuesve të mundshëm. Madje i tha media së pavarur ruse Meduza se ishte diçka për të cilën mendonte vazhdimisht, por që në fund ishte një vendim për votuesit. Rusia sillet rreth një njeriu. Pavarësisht kësaj, Rusia e sotme sillet rreth një njeriu të vetëm, dhe largimi i tij, qoftë i papritur apo i menaxhuar me kujdes, do të ekspozonte rreziqet e një strukture politike të ndërtuar pothuajse tërësisht mbi autoritetin personal. Pretendentët. Me këtë në mendje, le të shohim persona që realisht mund të marrin rolin. Çfarë do të sillnin dhe cilat pengesa do të duhej të kapërcenin. Mikhail Mishustin, dora e qëndrueshme. Ndër pretendentët kryesorë është kryeministri Mikhail Mishustin, ekonomist me profesion, i cili ka arritur të mbajë ekonominë ruse funksionale përkundër sanksioneve të rënda perëndimore. Mbështetësit e tij thonë se kompetenca dhe pragmatizmi e bëjnë një zgjedhje të sigurt për menaxhimin e një tranzicioni. Mungesa e mbështetjes në sektorët kyç. Por palidhje të ngushta me shërbimet e sigurisë, siç argumenton gazetarja Rusia Maters, Joana Demeshko, ai mund të ketë vështirësi në marrjen e besnikërisë së silovikëve, të ashtu quajturve ministrat e forcës që mbeten ende shtylla e qeverisjes në Rusi. Nikolaj Patrushev i prerë nga e njëjta copë. Nga ana tjetër është Nikolaj Patrushev, 73 vjeç, sekretar i Këshillit të Sigurisë dhe ish shef i FSB-s. Prej kohësh konsiderohet një nga besnikët më të afërt të Putinit dhe ka qenë qendror në formësimin e botkuptimit anti-perëndimor të Kremlinit. Baza e tij e fuqishme brenda shërbimeve të inteligjencës e bën atë një nga kandidatët më të fortë në sytë e silovikëve. Një vit më i vjetër se Putini. Megjithatë, mosha e Patrushevit dhe reputacioni i tij si i ashpër janë thik me dy tehe. Ai mund të jetë shumë i moshuar për një tranzicion afatgjat dhe qasja e tij rigjide mund të largojë elitat që kërkojnë ruajtjen e stabilitetit ekonomik. Sergej Sobyanin, faktor kyç për Moskën. Kryetari afatgjat i Moskës, Sergej Sobyanin, është një tjetër emër i përfolur. Ai është vlerësuar për modernizimin e kryeqytetit dhe për aftësinë menaxhuese në kohë krizash, përfshirë pandeminë. A do të ketë ndikim në gjithë Rusinë? Megjithatë, ndikimi i tij mbetet kryesisht i kufizuar në Moskë, dhe reputacioni i tij si menaxher, e jo si njeri i fortë, mund të kufizojë tërheqjen e tij në nivel kombëtar. Andrei Belousov, ekonomisti i kthyer në ministër mbrojtjeje. Një emër më i ri është Andrei Belousov, ekonomisti i emëruar ministër i mbrojtjes në vitin 2024. Ngritja e tij pasqyron theksin e Kremlinit për të lidhur ekonominë me fushatën ushtarake. Megjithse Belousov ndërthur ekspertizën teknokratike me administrimin në kohë lufte, në këtë pikë ai mungon një bazë politike të vetëm. Dmitry Medvedev, skifteri besnik. Dmitry Medvedev, që diku shërbeu shkurt si president, është kthyer në një nga figurat më të ashpra të Kremlinit që prej pushtimit të Ukrainës. Besnikëria e tij ndaj Putinit nuk vihet në dyshim, por reputacioni i dikurshëm si dobët vazhdon të rëndojë tek publiku rus. Sergej Kiryenko, operatori i heshtur i Kremlinit. Sergej Kiryenko, zyrtar veteran i Kremlinit, vlerësohet si operator i aftë dhe përflitet si pasues i mundshëm i Putinit, por ai mbart peshën e krizës financiare të vitit 1998 dhe shihet si i paaftë për të bashkuar elitën e përqarë. Do të merrej në konsiderat vetëm nga Putini. Siç tha analisti politik David Faris në njeset të vitit 2025 për The Week, Kiryenko ka gjasa të marrë postin vetëm nëse procesi i pasuesit do të menaxhohet drejt për drejt nga vetë Putini. Aleksej Dyumin, truproja me ambicie. Aleksej Dyumin, ish truproja dhe oficer i Gereus, është ngritur shpejt për të bërë sekretar të Këshillit të Shtetit. Kredencialet e tij ushtarake dhe besnikëria personale ndaj Putinit e bëjnë të preferuar nga shërbimet e sigurisë. Dhe në moshën 51 vjeçare ai ka avantazh moshën ndaj rivalëve, megjithatë përvoja kufizuar civile e lë të cenueshëm. Dmitry Patrushev, trashëgimtari në pritje. Familja Patrushev mbetet me peshë. Nikolaj, shefi i sigurisë dhe besniku afatgjat i Putinit, ka formësuar shumë nga ideologjia e ashpër e Kremlinit. Djali i tij, Dimitri, tani zëvendës kryeministër, përmendet gjithnjë më shumë si pasues i mundshëm. Një dorëzim dinastik do të siguronte vazhdimsi.
por mosha e Nikolajt dhe peshe kufizuar politike e Dimitrit e komplikojnë skenarin. Dimitri Kozak, negociatori pragmatik. Dmitry Kozak, zëvendës shef i stafit dhe ndërmjetës me përvojë, është vlerësuar për aftësitë administrative dhe rolin e tij në negociatat e marrëveshjeve të Minskut për Ukrainën. Ai ka qenë një aleat i afërt i Putinit, por në vitin 2025 është lënë jashtë qendrës së vendimarrjes pasi kishte sugjeruar presidentit të jepte fund luftës në Ukrainë, sipas New York Times. Mikhail Khodorkovsky i jashtëmi. Jashtë mureve të Kremlinit, figura të mërguara si Mikhail Khodorkovsky, oligarku i kthyer në disident, bëjnë thirrje për shkëputje nga autoritarizmi dhe planifikojnë ndryshime nga jashtë, por në sistemin aktual, një jashtëm praktikisht nuk ka gjasa të vijë në pushtet. Mungesa e opozitës. Le të mos harrojmë, fusha përcaktohet edhe nga mungesat. Aleksej Navalny, lideri më i njohur i opozitës ruse, vdiq në burg në vitin 2024, ndërsa paraardhësi i tij, Boris Nemtsov, një ish zëvendës kryeministër liberal, u vra jashtë Kremlinit në vitin 2015. E ardhmja do të vijë nga brenda. Shumë sfidues të tjerë të mundshëm janë në mërgim ose në burg. Largimi i tyre siguron që ardhmja politike e Rusisë do të vendoset pothuajse ekskluzivisht brenda kufive të regjimit aktual. Besnikëria do të shpërblehet. Pavarësisht spekulimeve, analistët pajtohen gjerësisht. Sistemi i Kremlinit është projektuar për të vetë përsëritur. Silovikët, aparati ushtarak dhe i sigurisë do të përcaktojnë kush do të vijë më pas, duke i dhënë përparësi besnikërisë dhe vazhdimësisë mbi reforma. Duke anashkaluar të dukshmen. Kjo e bën të pamundur një ndërprerje radikale. Në një sondazh të vitit 2025 nga njësia investigative Systema, më shumë se 150 ekspertë për Rusinë u pyetën për të ardhmen e lidershipit në vend. Vetëm rreth 40 u përgjigjen dhe shumë paralajmëruan se spekulimi serioz kufizohet me fantazinë. Vdekja, dalja më e mundshme për Putinin. Sipas ekspertëve, rezultati më i mundshëm është që Putini të mbetet në pushtet derisa shëndeti ose mosha ta detyrojnë fundin, duke lënë Rusinë të përballet me tranzicionin më të rëndësishëm politik në dekada, në mënyrën më të papritur të mundshme.